Mes entuziazmit dhe masivitetit u zhvillua në Ostren kupa tradicionale e mundjes së gollobordës, një traditë që vendasit e ruajnë me fanatizëm. Mundja popullore tradicionale e krajinës së gollobordës ka lindur shekuj më parë, duke u kultivuar në vazhdimsi në rastin e festave popullore, dasmave e gëzimeve në të gjitha fshatrat. Për traditën kombëtare shqiptare të mundjes tradicionale në gollobord, flet fakti që ndeshjet e mundjes si në dasma dhe festa popullore zhvillohen në praninë e bajrakut dhe flamurit shqiptar. Aktiviteti nisi me këngë valle patriotike, për të vazhduar më pas me ekspozitën me foto të mundësve më të mirë në vite, ku shumë prej tyre u nderuan me medalje dhe kupa për kontributin e dhënë për sportin e mundjes. Kështu Iqmet Elezi, Aki Duka, Jashar Ibrahimi, Maslum Tola, Baftiar Bektashi, Laura Rama, Abedin Dehari, Shefqet Karasani dhe Nesim Rama u nderuan me kup nga shoqata kombëtare e mundjes. Bashkëshortja e Dukës pas marrjes së trofeut tha se ky është një vlerësim për punën e madhe në sport të Hakiut. Kjo për mu flet shumë, për familjen time, për vlerësimin që bëhet Hakiut. Por unë do thosha këtë që Hakiu e meriton plotësisht një gjë të tillë, sepse ka qenë shumë i përkushtuar. Është ajo që edhe në preardhje që Hakiu vetë origjinën e ka Austreni, pavarësisht se herët ka ikë. Por ka qenë njëri dhe mundet këtu që këtë vend ta ketë shkel mbe kom dhe ka organizuar me 10 aktivitete. Unë do thosha këtë që ai ka qenë një njëri me cilësi tepër të rralla në organizimin e sportit, por amon ndjehem keq, emocionuar, sepse do kisha shumë dëshirë që ai këto emocione t'i përjetonte vetë. Sot u ndjeva aq mirë dhe tradita duhet t'i ruajmë dhe t'i ndjekim dhe prandaj unë ndoshta dhe mosha, por e mblodha veten dhe erdha për të pa një gjë shumë bukur për vlerësimin edhe për aktivitetin që do ndjekim atje, që ndikon shumë mirë tek të rit, i largon vërtet nga ajo rrugë që s'duhet sepse është diçka burrore, por edhe për emocion, për mbreslënës e për veten time, ndjehem mjaft mirë. Ish kampionja e Shqipërisë Laura Rama, një tjetër figurë e mundjes së gollobordës, tha se është kënaqësi e veçantë ky çmim. Për festën këtu nuk kemi çfarë të shtejmë më tepër, është diçka e mrekullueshme, diçka spektakolare, siç e ka tradit golloborda në mundjen Tibrane. Jeta personale, unë kam qenë kampionja e Shqipërisë, vend 4 botror, duke mos pasur kundërshtare. Thjesht jam dekoruar me një kupë dhe faleminderit gjithë organizatorëve të kësaj feste. Aktiviteti u zhvillua në kujdesin e kryetarit të Bashkisë Bulqiz Melaim Damzi, në bashkëpunim me shoqatën kombëtare të mundjes shqiptare dhe shoqatën sportive Golloborda. Në fjalën e tij, Damzi tha se është një vlerë për këtë vend që e ruan traditën me fanatizëm. Kjo është një aktivitet që ka një histori gjatë që zhvillohet në zonën e Gollobordës, është rivitalizimi i një tradite të vjetër tradicionale të një mundje që është ka ekzistuar historikisht zonën e Gollobordës, sidomos në raste festash, gëzime familjare, dasmash e kështu me radhë. Kreu i Bashkisë Bulqiz Damzi bërë të ditur se palestrat e shkollave do të vijnë në shërbim të komunitetit, në mënyrë që të rinjtë të familiarizohen më shumë me sportin. Ne nga buxheti i bashkisë do të mundohemi që të rivitalizojmë ato palestrat të cilat ose ato ambiente sportive dhe të gjitha njësitë administrative dhe besoj që do të afrojmë rinin më shumë sipas traditës së sportit, që ato të jenë sa më afër sportit, të largohen sa më shumë nga veset e këqija, nga droga dhe nga lokali dhe nga duhani. Të pranishëm ishin edhe drejtori i sporteve në Ministri Vladimir Gjoni, i cili ngeli i befasuar nga organizimi. Gjoni shtoi se aktivitetet të tilla i shërbejnë komunitetit për të familiarizuar më shumë me sportin dhe të mbajnë gjallë traditën e të parëve. Gjithashtu pjesë e aktivitetit ishte edhe sekretari i Federatës Shqiptare të Mundjes Ndriçim Spahiu, si dhe zyrtar të Federatës Kosovare të Mundjes. Përfaqësuesi i Federatës së Kosovës Ridvan Kalanderi vlerësoi punën e stafit organizativ. Sot ishte një garë shumë e organizuar mirë, kishte të interesuar për sportin e mundjes tradicionale, do të thotë mundësa të mjaft, edhe ne në Kosovë bëjmë një garë të tillë, por ne në vazhdimsi ka shumë vite që organizojmë këtë. Mirë po ne nga dallim nga kjo mundje bëjmë atë se ne përdorim edhe
vajnë të cilët lyhemi me vaj dhe janë disa rregulla pak më ndryshe. Mirë po sigurisht edhe këtu do të fillojnë të aplikohen ato rregullat e mundjes tradicionale siç janë në të gjitha vendet tjera, si në Maqedoni, në Kosovë, Turqi dhe aty ku zhvillohet edhe mundja. Mirë po sot jam e impresionuar se edhe shikues kishte shumë të interesimi veç ka filluar të rritet, edhe mund sa kishte në numër të madh se viteve tjera. Uroj që vitin tjetër të jetë edhe një eveniment edhe më i madh, ketë mundësa edhe më tepër, edhe më kualitet, por edhe shikues fillojnë edhe të afrohen në këto evenimente. Edhe pse me nivel amator mund si treguar një nivel të lartë, duke luftuar dhëm për dhëm me kundërshtarin për të mbritur te trofeu. Në aktivitet morën pjesë 46 mundës, nga të cilët 18 konkuruan për shkollorët, 16 për të rinj dhe 12 konkuruan për të fituar dashin dhe kupën tradicionale të mundjes së gollobordës. Për 4 orë u zhvilluan 43 ndeshje, të cilat nxorën edhe kampionët për çdo kategori. Për shkollorët fituesi i kupës doli Erion Sulku, i fshatit Ostren. Ismet Ibrahimi doli i dyti dhe vendi i tretë shkoi për Lorenz Merdinin. Për të rinj Ardit Kanxha nga fshati Trebisht u shpall kampion, ndërsa Akrit Ajdari dhe Ernest Ibrahimi dolën në vendin e dytë dhe të tretë. Djali! I luftimit paraqitet Profesor! Enrik Muça, Arnold Muça. Përgatitet Ismet Ibrahimi. Enrik Muça, Arnold Muça. Orkesi Berami, Australigo. Profesor, one minute! Faleminderit për dekorimin të një mjeshtit madh.
Arnold Sulku and sportive që i dorëzohet nga për shkollorët u shpall fitues Erion Sulku Ostren e shpërndan medaljen djali Kupën, djali i mentor Muklisës Jurgen Muklica. Gjithashtu Jurgen Muklica ka një dhuratë, një uniformë sportive për fituesin. një duartrokitje të fuqishme për fituesin e shkollorë. Pritaj ka ba mundja njerë, ra, hika të hika. Bare njerë mundja, dhe traje në shumë mundja, ra, bare. Në drejt me kopë, në drejt.
normalisht MB ka penguar trafikun Bensi Kuq AA 149 MB. Shoferit të shkojt lëvizi sepse ka blokuar Finalja e parë Ardit të ka... Që hynë brënda prishin imazhin e vdeshjes. Hajdari.
arbitër Shqipëzit. Ovdje Čipčak ide što mu je dašao, ovdje ti ne je pravo. Sada kad ima mnogo. Ardit Kanxha e shpërndan certifikatën dhe kupën zoti Razi Rama. Ngresi për atë, ngresi për atë. Bravo, bravo. Rejz dira të vada. Shpallet e tradicionale të Golobordës për vitin 2016 për të ri. Emocionet arritën kulmin kur në fushën e Berdë u zhvillua ndeshjet për brezin e parë, trofeun e kupës së Golobordës. Këtu konkuruan 12 mundës. Ermin Muqa dhe Altin Rama. Regu. Razi Rama. Numër 4. Patri Anushi. Që se këtheni i zbrirë të shurë këtë kapi. Numër 2. Bravo. Azmi Ibrahimi. Vazhdojmë. S'kemi komplekse. Peshe e parë. Rudin Rama, Musano Letini pregatite. Daniel. Fitusi. Pisha!
Emilion të Fuq. Me dyshin, Treshi ka pushim ndeshjen e parë. Komparën në judo, janë dakord me zojmë. Rudi Rama. Rudi Rama. Me zojmë të numrit. Treshi. Të veshi. Lapën e perimetrit. Largoni sa më shumë. Të mëdha, jo vetëm në zhvillimin e sportit, por në të gjithë aktivitetin e tij. Rroft Koloborda, Rroft Shqipëria. Kupën e mundjes tradicionale.
Shpallët të fitu Emilion Muça. Dhe së fundi të nderuar pjesëmarrës në Kupën e Mundjes Tradicionale të Gollobordës për vitin 2016. Kupën, fituesi Kupës dhe i dashit të Mundjes Tradicionale të Gollobordës është zoti Rudin Rama. Nga Kosova, përfaqësuesi i Federatës Mundjes Kosovës. Pas disa ndeshjesh në finale u përballën Rudin Rama me Emilion Muçën, edhe pse ishin amator ndeshja duroi spektakël. Pas disa minutash luftë sportive ndeshja u fitua nga Rudin Rama, i cili fitoi dashin që është simboli i këtij aktiviteti, si edhe kupën. Rama u shpreh mjaft entuziast për këtë sukses. Ka 3 ditë fshati, morëm pjesë vetëm për përfaqësu fshatin. Fitore nuk e dishim, fitore erdhi mas ndeshjeve. Dëshira ime ishte e madhe. Ishmundës gjyqtarë deklaruan për Telesport se mbetën të impresionuar nga ky aktivitet. Kjo është edhe dytë që unë marr pjesë në një aktivitet të tillë dhe i bëj thirrje gjithë klubeve të Republikës të marrin shembullin e Sport Klub Gollobordës. Unë kam ndëgjuar qysh në rinin time që këtu zhvillohen aktivitet, një mundje popullore dhe nuk e kisha pa në herë tjetër. Do bë viti i dytë që vi për ta parë këtë. Me thënë të drejtën këtu në Yemen ka impresione ku njerëzit japin maksimumin e forcave tyre për të gjithë zonën ku janë, ku jetojnë. Ta janë njerëz që me një vitalitet pa pamë. Është një element jashtëzakonisht i bukur, tradicional, që ka krahina e Gollobordës. Unë jam albinën ndërkombëtar dhe njoh mundjen, edhe këta janë talentat mundjes. Pash i diçka shumë veçantë, jam shumë i gëzuar, shumë i emocionuar dhe uroj krahinës Gollobordës që nga viti në vit ta pasëroj këtë traditë kaq të bukur. Është vetëm një kënaqësi e imja, meqense ne gjithë jetën jemi marrë me sportin e mundjes dhe në këta ambiente të bukura është kënaqësi, relaks gjitha dhe kjo është edhe një obligim për Dibrën, që Dibra duhet zhvillojë patjetër sportin e mundjes, një nivel amator, por që me pak dorën tonë do të zhvillohet më tej. Sekretari i shoqatës kombëtare të mundjes Xhelil Cibaku ngeli i kënaqur nga pjesëmarrësit dhe rëndësia që i dhan këtij aktiviteti, ndërsa shtoi se niveli ishte i lartë edhe pse ishin amator. Mund të them se ky aktivitet Kupa e 5 e Mundjes Tradicionale në Gollobordë u zhvillua në një nivel shumë të lartë, me një pjesëmarrje shumë të madhe, me një atmosferë festive dhe me cilësi të lartë në garat sportive që u zhvilluan për 5 orë rresht. Ne synimin e kemi që këtë sport ta bëjmë në gjitha garat, ta zhvillojmë gjithmonë, në gjitha dasmat, në gjitha eventet popullore dhe gradualisht ta kalojmë në nivel rajonal dhe mbar kombëtar. Në fund aktiviteti mbyllet me një valle ku të gjithë fituesit i gëzojnë trofeu të marrë.